Me kësure sërë në studio, do vjojmë flasim në minutat vijim për hetimin e SPAK, por fillimisht duan dalim pak tek politika. Kam në studio deputetin e Partisë Socialiste Zotin Petro Koçi. Zotin Koçi, kënaqësi duke në studio, faleminderit që pritët, e vlerësoj shumë, se di që keni qenë 12 bashkë me mua që ndiqni konferencën e SPAK dhe e vlerësoj shumë, po na mirë kuptoni edhe ne, sepse janë zhvillime me interes. Keni një koment? Ka gjëra të mira javë lënd pres. Një koment për këtë operacion? Fantastik. Si ish ministri i Brendshëm që mund thoni diçka, patjetër këtë. Në një tjetër periudhë, e di, po tregon që krimi është duke u luftuar, bashkëpunimi ndërkombëtar duke qartazi që është thelluar, sidomos me Italinë, dëshmon që ka efektivitet. Pra në këtë rast ne kemi rezultate dhe pse duhet të jemi mirënjohës atij sistemit sekret të komunikimit, i cili në momentin që po themi u bë transparent nga agjensitë ligjzbatuese, solli në dritë shumë gjëra, shumë fenomene, shumë emra, kështu që unë besoj ka qenë një lojë e madhe kjo çështja e po themi shpikjes së SKA JTC-s edhe lënies për një farë kohë kështu të pa shfrytzuar. ka qenë enkason, jo? Unë gjykoj që po, duhet të ketë qenë një rrjet që ka zënë shumë peshq, fatmirësisht dhe nga Shqipëria. Okej, duke u ndarur tashmë zotë Koçi, kthehemi pak te politika, një koment për rezultatin. Si e pat në këtë rezultat? Rezultati për mua ishte i pritshëm. Në këto niveli i pritshëm? Pak a shumë, unë kam thënë që do ishte një rezultat që do të kishte një shifër me 8 përpara. Okej, do ishte 8. Jemi ndash 0 mrapa, ndash 1, 2, 3, apo dhe më shumë. Po dhe sikur që është 89, do ishte brenda pritshmërisë, sepse duke llogaritur katandisjen e Partisë Demokratike në raport me 2021-shin, patjetër që rezultati do të thellohej, sepse në fundit, përtej kalkulimeve që vinë nga vota si numër absolut, gjithmonë bëhet krahasimi me votat që merr pala kundërshtare, ose po themi palët që janë në garën elektorale. Kështu që rezultati patjetër do të ishte i thellë. Ajo çka janë dy gjëra që diskutojnë me sa shofun tani. E para njëherë çfarë do të ndodhi me PD-n, krizën e cila nuk është një krizë e re në Partinë Demokratike, po rezultati ishte pasojë e krizës. Dhe nuk duket që, apo nuk ka gjasa që... A intereson Partisë Socialiste çfarë ndodh me PD-n? Unë mendoj se intereson Shqipërisë. Mund mos ketë interes, po themi, këndgusht